veteranëve, miq, shok, dashamirë, drejtues të institucioneve të publike të Lezhës. Na është bërë zakon tashmë që çdo 5 maj gjithë bashk të vim tu dhe të përulemi me nderim të thellë ndaj sakrificës vetë mohuse që dëshmorët tanë dhanë për çlirimin atë dheu. Është një nga ditët kur gjithë ne, jo vetëm duhet jemi këtu, po edhe duhet të reflektojmë mbi gjithçka ato bën, mbi arsyet, motivet që i bën të djemë dhe vajza, gra dhe burra të ngrihen, të marrin armët në mbrojtje të atë dheu. Është një histori e gjatë përpjekësh për ta errësu luftën nacionale qëndrimtare, për ta dobësuar dhe për të gjithmonë ujë në mullirin e atyre të cilët nuk bën asgjë gjatë luftës nacionale qëndrimtare. Përpjekjes që vazhdojnë edhe sot, por gjithsesi gjaku i dëshmorëve ngelet një ndër emblemat më të rëndësishme për gjithë ne, për gjithë kombin shqiptar, sepse si gjithë koalicioni antifashist i asaj kohe, ne ishim në drejtimin e duhur me koalicionin e duhur ndaj armikut të përbashkët. Prandaj ne jemi krenar që vim dhe përulemi sot para varreve të dëshmorëve tanë, të Lezhës dhe gjithë Shqipërisë, bëjmë një përkujtim memorie të gjithë asaj që ato bën dhe tregojmë gjithsesi ndjenjen e thellë të respektit dhe të mirënjohjes për çka bën ata për këtë vend. Nga ana tjetër e kam thënë dhe do e i them prapë, se është në nderin dhe në detyrën tonë. Në nderin e çdo qytetari, po edhe në detyrën e çdo funksionari i shteti që amanetin e arsyet sepse dëshmorët tonë ranë, ne duhet i kemi në zemër dhe duhet i mbajmë si busull orientuese në gjithë jetën tonë të përditshme. Mbi gjitha solidariteti, qenia bashk, puna e vazhdueshme për ndryshimin e këtij qyteti të mrekullueshëm janë ata amanete që këta dëshmorë na i lanë dhe për atë ato dhanë edhe gjakun. Lavdi i dëshmorëve të dheut u mbledhshim gjithmonë e i përkujtoshim në këto ditë gëzuara siç sot. Faleminderit. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, të nderuar veteranë dhe pasardhës të veteranëve, të nderuar përfaqësues të pushtetit vendor, të dashur qytetarë të pranishëm, sot jemi mbledhur këtu për të nderuar një nga ditët më të shënuara të historisë sonë kombëtare, 5 maj, ditën e dëshmorëve të dheut. Në kalendarin, kjo nuk është thjesht një datë, por është një amanet i përjetshëm i atyre që dhanë jetën për Shqipërinë dhe për të ardhmen e popullit tonë si një popull i lirë. Në këtë ditë të shënuar, ne përulemi me mirënjohje dhe respekt për të gjithë ata burra dhe gra që sakrifikuan jetën e tyre që ne të mund të jetonim sot në paqe dhe në prosperitet. Jo vetëm si prefekti i Qarkut, por edhe si qytetari i këtij vendi, unë ndjej thellë këtë ditë të shënuar të historisë së kombit tonë. Lezhë është një tokë ku është dedhur gjak dëshmorësh për pavarësi e për liri që nga betejat historike tek luftërat nacionale qëndrimtare ka patur humbje të jetës së forcave të armatosura në misionet e tyre paqërruese në botë dhe deri tek rënja në krye të detyrës nga strukturat e forcave të policisë shtetit. Emrat e këtyre dëshmorëve nuk janë thjesht të shkruar në pllaka memori apo në libra historie që rëndom mëson në shkolla, por ato janë të gdhendur në ndërgjegjen e secilit prej nesh dhe na shtyn ne që të bëjmë hapla drejt zhvillimit të Lezhës e të gjithë Shqipërisë, për një komb gjithnjë e më të bashkuar. Sot, në këtë momente, ne kemi detyrimin që të kujtojmë jo vetëm me fjalë, por dhe të japim kontributin tonë me vepra. Kontribut me vepra për dërtuar një shoqëri më të drejtë, një vend ku sakrifica sublime e këtyre dëshmorëve të kthehet në realitet. Ndaj, le të mbajmë gjallë idealet e tyre
dhe le t'i përcjellin brezave të rinj ndjenjen e përgjegjësisë dhe dashurisë për adheun që aq shumë e kemi të nevojshme. Lavdi për jetë dëshmorëve të kombit. Faleminderit.